Mirë me gjesi të gjithve. S'po më dilë të gjumi. S'po më dilë të gjumi. Të thuash të pse. Deri vonë brëm, ajo adrenalina e seminarit, s'gjati më shumë, se që duhet. 15 të gjumi. Kam fjetë shumë vonë, dhe më zoru qove, edhe njoftoj grupet. Hajde, njoftojmë grupet që jemi live. E kam vendos pak të shtrem për telefonin, dalë kështu, është pak shtrem për telefonin. Si jeni zgjuar sot? Sot do flasim për diçka shumë interesante. Mirëmëngjes. S'po më shohin syt, diçka mungon, diçka nuk shkon te fjala mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Okej. Mirëmëngjes grupi, jemi live. Nësi e bëran, si ata që shkruajnë kërë jemi live në Instagram. Do po është pse i njofton, se Instagrami vazhdon avazin, nuk e nxjerr fatkeqësisht. Nuk e nxjerr postimet e mia. Dhe mos më shikoni kështu se do më rritet energjia. Mirëmëngjes, grupi jemi live në Instagram, gabime s'ka, u dërgua, hiq telefonin, prezencë në moment. Nuk hapet më vonë, për si mos hapet më vonë, për më thonë të gjithë nuk hapen live-et. Po si ka mundë që nuk hapen videot? Atëherë duhet të qoj në YouTube, direkt, brenda ditës. Do i qoj në YouTube, pa merak. Kështu i veç Instagram dhe dalë jashtë funksionit. Kërë live i djeshëm? Live i djeshëm është ai në syze, po hape? Jo, hape, kliko. Lëvizë pak aty, hecën para apo ngecet? Hape hec? Në rregull është. Hapet live-i, hapen videot e mia, pse nuk? Ma, duhet të bëni follow, më keni bërë follow? Se mos nuk bëni follow edhe ndoshta prandaj. Po deshet bëni, mëso nuk paguem nga followersat, po deshet bëni, sërse ndryshon gjithë e banka ime, po për ty, për të parti video. Të gjithë thonë, ja, shumica thonë hapet, jo nuk ecën. Mua më hapet, të kushtot, po edhe mua më del, shumica po, dëgjoj thot dhe Elsa. Vjen mirë, po që shumica i dëgjojnë, po ka shumë mesazhe dhe dje më erdhën, madje edhe nga studentët e akademisë që e di që janë këtu sepse marrin shumë vlera edhe duan punën time vlerësojnë, nuk i hapeshin dhe nuk e di pse. Apo si kam blyer sot, nëse sot mos më shikoni, kështu se sot jam gjysmë në gjumë. E di çfarë reflektimi kam bërë. Thash që do flasim për mendimet pozitive, që disa mendime pozitive nuk na bëjnë mirë, po bëjnë të kundërtën, na prishin punën atë rrugtimin e zhvillimit personal, ato do e diskutojmë një ditë tjetër, sepse sot dua të flas për një fenomen që ndoshta nuk jemi të vetëdijshëm që bien pre, edhe unë kisha rënë pre. Varësia ndaj dhimbjes. E ke dëgjuar ndonjëherë që krijojnë varësi ndaj dhimbjes? Ha? Krijojnë varësi nga viktima, roli viktimës? Ta shpjegojmë pak. Po çfarë energjie më kanë dhënë seminari më rëmë? Edhe çfarë energjie kishin ata njerëz? Nuk më zinte gjumi nga adrenalina, nga energjia e lartë. Shumë energji e bukur ishte, shumë energji e bukur. Do përpiqem që t'i kaloj të gjitha videot në YouTube, që dhe ata që nuk i hapen në Instagram të kenë mundësi t'i shikojnë në YouTube edhe t'i bëjnë ushtrime teknikat që unë ndaj. Trenjisha, oqa energjie, apo si jemi dhe në portalin. Jemi në portalin e parë të këtij cikli energjie. Në shkurt do flasim për portale, për këto gjërat e bukura. Tani,
ndodh që në jetën tënde ti gjendesh në një situatë të caktuar që mund të quhet e dhimbshme. Muzika ju shqetëson, ju shpërqendron? Ju shpërqendron muzika apo dëgjohet zërim? Jemi okay të vazhdojmë. Se ka shumë njerëz dhe nuk dua t'i them të aut volumin se dëgjojnë bisedat e të tjerëve. Faleminderit, vazhdojmë atëherë. Janë disa stade, pra ti gjendesh në një situatë të caktuar që mund të quhet situatë e dhimbshme. Edhe ti jep një farë sikleti dhe stresi në brendësinë tënde. Kjo lloj situate mund të jetë ankth, mund të jetë humbja e vendit të punës, mund të jetë papritur nga hiç një gjendje pesimizmi, dembelizmi, një ngrirje, rëndesë psikologjike, mund të jetë ndarja nga personi që ka pasur në krah, mund të jetë diagnoza e fëmijës me autizëm, mund të jetë ndarja nga jeta e një personi të dashur. Vetëm te kjo bëjmë përjashtim deri në 2 vite, që kërkon 2 vite, kur mban zi, afërsisht sipas kërkimeve shkencore, por këto të tjera që unë përmenda, përveç kësaj, të fusin në një gjendje të dhimbshme, në një gjendje që ndihem një ngërç emocional, sikur nuk jep dot zgjidhje jetës tënde, drejtimi ditës tënde, dhe ti krijon varësi nga dhimbja. Pra çfarë do lloj sfide që vjen në rrugën tënde, ti krijon varësi. Dikush hap biznes dhe nuk i ecën, futet në atë rolin e viktimës, në atë dhimbjen emocionale, në atë shkënjim, në atë pesimizëm. Dhe krijon një farë varësie, që kjo varësi zgjat për shumë gjatë. Dhimbja ka një afat kohor. Pra për sa kohë ne do e përjetojmë dhimbjen, dhe kur them dhimbjen, zhgënjimin nga tradhtia, nga ndarja, nga mungesa e suksesit, nga problemet financiare, për sa kohë zgjat, varet nga aftësia dhe kapaciteti që një person ka për të dalë nga një situatë që nuk jep kënaqësi. Këtë e shpjegova edhe ditën e seminarit që isha live në Zoom. Edhe unë mund të kem momente sfiduese, këtë ju thash pjesëmarrësve, dhe unë mund të përjetoj mendime që tregojnë pasiguri, ndjenja dhe emocione që nuk mund të konsiderohesh shumë optimiste, por unë kam një aftësi ndoshta që disa njerëz nuk e kanë aktivizuar. Unë nuk rri për shumë gjatë në një situatë që nuk më jep kënaqësi. Iki. Pasi e bëj punën me veten, pasi e analizoj situatën, pasi e marr mësimin, iki. Pra, unë nuk kam më varësi nga dhimbja. Nuk ekziston më brenda meje roli viktimës. Dhe duhet të arrijë një nivel i caktuar vetdijes që një person ta kuptojë këtë gjë. Më vjen keq të ta them, dhe di që ndoshta nuk do të vi mirë ta dëgjosh, por nëse për më shumë se 6 muaj, për më shumë se 1 vit, ti je ende në të njëjtën situatë, thjesht ke krijuar varësi nga dhimbja, ke krijuar varësi nga roli i viktimës. Zgjedhjet aty janë, por ti nuk arrin të shikosh, nuk do t'i shikosh, sepse ke krijuar një farë varësie. Reflekto, merr kohën që të duhet, reflekto me veten. Edhe unë kisha krijuar varësi për disa muaj. Doja të isha viktima, doja të isha viktima, doja të më ngushëllonin, doja të më thonin gjithë çfarë të gjeti ty, sa gjuna që je shkreta. Doja, donte egoja. Donte edhe fëmia im i brendshëm. Po kur e kuptova që kjo sfidë jete që unë kam është e imja, nuk është e askujt tjetër, dhe nuk përmirësohet apo nuk zgjidhet sado që të më japin të tjerët dashuri, sado që më thonë të tjerët e shkreta, sado që të më lëratojnë shpatullat. E vetmja mënyrë që të zgjidhet kjo situatë është e kundërta e kësaj. Ta përpunoj me veten time dhe të dal. E ke parasysh kur them gjithmonë mos rri shumë gjatë në atë pellg, për këtë e kam fjalën. Ky është pellgu, është varësia që ne krijojmë nga dhimbja.
Dhimbja në na jep një farë kënaqësie të pashpjeguar, që sistemi ynë nervor mësohet me këtë gjë. Krijohet një cikël energjie, krijohet varësia, sepse për sistemin ton nervor nuk ka rëndësi nëse një emocion është pozitiv apo negativ, ka rëndësi që merr energji. Mjafton që jep energji ky lloj emocioni. Jemi të qartë deri këtu. Preferoj sot i hap komente ta bëjmë bisedë me njëri tjetrin. Qa mendimi keni? E ke kap në herë veten që për shumë gjatë, për më shumë se që duhet, kishe ngec aty, në atë gjendjen, që shikoje vetes si të thash shpresë. Të ndodh ndonjëherë ty? E ke kap në herë veten? Te diçka që nuk ka hec si çdoje ti që të ecte. Po, më ndesë, po. Po si dole nga jo situatë? Apo thuaj të kesh ty në shtëpi dhe... Apo të rish me mua në shtëpi mos të dalësh? Shiko, të kam bezdis pak, Të kam bezdis pak? Që s'të lija shumë gjatë në atë gjendje në pesimizmi. Madje ndonjëherë kam bërë dhe gabim se njeriu ka nevojë dhe të rri pak në atë gjendje, në atë pellë, ti marri pak mësimet dhe kuptimin. Dhe sa sa shkëja që Edi binte aty. Ciao, lëviz, mos bjerë pre, dil. Kam bezdis në një, Jo, nuk kam bënder. Kam bërnder? Sa e mirë që e kështu thua tani. Atëherë dhe kështu duhet të qa bëju. Po mirë? Po, sa jemi zënë dhe ne. Se unë kam alergji nga njerëzit pesimistë, do me thënë 2 gjërat kam unë alergji. Se nuk më japin alergji ushqimet e këto se nga ignorantët, do me thënë kur them ignorantët njerëzit që janë pa lecuar, pa dalë në jetë, pa studiuar edhe ngulin këmbë në atë gjën e tyre, nga këta kam shumë alergji, dhe nga njerëzit pesimistë, ata që bëjnë uf, ata që bëjnë uf, më japin një alergji që nuk i përballoj dot, i dua larg. Edhe unë sarë që shikoj Edi që mund të ketë një farë tendence që të bjeri në pesimizm, që është normale të bjem në pesimizm ndonjëherë. Unë rri e studioj, sa ditë, po vajtit e dita e dytë, qau i them se s'duroj do të kështu jepi. Zgjau. Prit se kam përshtypje, po të pres në një koment tjetër, se kam përshtypje se do bëjmë këngën e dytë si që ja bëm Beharit. Kam përshtypje, po ja të shoj njerë, ata që e din. Po duket se doli Behari i dytë në qatë. A, shumë e ta. Jo, shpresoj të jetë, se jam shumë e frymëzuar sot, po nuk është, nuk do t'i bje një qafë kot. Më duket se, më duket se s'është. A do t'u me kohë. Jona, mirëmëngjes, se kam shkruar të stafit që në mëngjes për regjistrimin e di, do ju kthejmë përgjigje sapo të mundra se disa kam punuar deri vonë me mesazhet edhe pa merak, do me thënë, ju që ishte te seminari mbrëm nuk ngeleni jashtë, pa merak, Livia pa merak, sidomos ti një herë, mos ki merak. Do të kthejmë përgjigje, po kanë shumë ngarkesë, nuk ka shumë mesazhe. Kur të vi radha do përgjigjem patjetër. Të kuptoj, dikush thot, madje akoma kam ngesë, sidomos në pjesën e shëndetit, kam marrë një peshë, nuk marrë vullnetin të nis një aktivitet. Të kuptoj shumë mirë, të kuptoj nëse të kupton njeri në këtë aspekt. Unë kam punuar jashtëzakonisht shumë këtë periudhë që të shëroj atë traumën që kur jem mbi peshë ti nuk vlen, dhe kur unë e shërova atë traumë dhe nuk dola kështu si jam në live, kur do kjo jam po se kam 2-3 stresa dhe jam i më shumë. Punë e madhe, nuk ndihem unë rehat me vete dhe prandaj do t'i heq. Dhe kur unë thash, unë jam mjaftueshëm kështu si jam, nuk kam ndryshuar vlerat e mia, po unë vendos ta ndryshoj trupin që të ndihem unë më mirë me këtë trup, dhe normalisht jetë gjatësia ime të jetë shumë më shumë se sa 60 apo 70 vjeç, 70 ku më gjen, po të jesh mbi peshë deri në 60 mund të shkosh, maksimumi 65. Prandaj është mirë që njeriu të ketë trupin në formë të stërvisi muskuj. Dhe kur unë i thash këtë gjë vetes, fillova të stërvitem, sepse e bëj nga dashuria për vete, nuk e bëj që ta dënoj veten. Prandaj u sugjeroj ta nisësh aktiviteti fizik, futu në një klasë fitnessi. Unë ende nuk i kam hap dhe nuk e di a do i hap klasat e fitnessit të parë në këto muajt e parë, se më shohem gjithmonë po. Nuk e di, po merrem me veten time për momentin. Edhe gjërat që marrin shumë kohë angazhim për ditë live, po i shmang pak se jam duke rregulluar sistemin tim nervor. Nuk do t'i bëj gjërat me nxitim, do bëj me qetësi.
Por unë të sugjeroj të futesh në një klasë, po se bëre dot vetë kërko trajner, kërko ndihmë, kërko një trajner. Kërko një trajner. Unë kam një sekret të Ermira, sa herë që e kap mendjen duke anuar të negativiteti, i them qetësou. Ti që nga shumë e butë. Elizabeta thot, unë kisha një periudhë që kisha ngec, po bëra kursin për menaxhimin e ankthit dhe po bëj gati 3 vite që s'm ka ndodhur më. Fal mësimeve që më dhe ti, o qa vlerësimi është, dërgoj shumë dashuri. Dhe shumë drejt, jam shumë e lumtur për ty. Pse kemi 3 vite që kemi bërë kursin? 3 vite që ke bërë trajnimin. Bravo. Ersida thotë o dritë shkëlqej mbrëm në trajnim. Faleminderit shumë. Suzana, duke dëgjuar të jona, kam filluar të vetëdijsojmë. Ky është qëllimi, ky është misioni, të vetëdijsohemi, të zgjohemi, të kuptojmë si funksionojmë, të jetojmë për veten tonë, të japim dashuri vetes, të tolerojmë dhe të tjerët, të jemi një reze drite, jo një rezez. Ka mjaftuar shumë njerëz të ngrysur, po të merr malli, të shikosh njerëz të qeshur në Shqipëri, të merr malli. Leranda thot, po marr medikamente për ankth, po vetëm frikë kam fituar. Për ankthtin e di çfarë të sugjeroj, nëse nuk ke qenë te seminari brëm, kam bërë një super seminar brëm, falas 100%, mundësuar nga Jona Akademi, dhe do postohet sërish në mbrëmje te grupi WhatsAppit. Futu te profilim se sapo e kam postuar një story. Kliko aty ku them unë kliko, bëu pjesë e grupit dhe do postohet seminari që mund ta ndjekësh. Manjola thot edhe unë, thot me dhimbje në një personit të dashur, që kam humbur jam poshtë me moralin, por kam 2-3 muaj po bëj aktivitet fizik dhe jam ndryshe. Duhet të çohemi. Duhet të çohemi. Për mua thot Aida ishte hera e parë që dëgjoja në Zoom, fantastike. Mirëmëngjesi, Mirë? Mirë. Aida, po unë ka 5 vite që i vëzjarë në Zoom. Në Zoom është tjetër energji, tjetër nivel. Shikoj klasat e fitnessit i çfarë niveli ishte. Kohë të arta. Zoom është tjetër gjë sepse di që janë gjithë njerëzit që janë për atë qëllim, nuk është Instagram diçka kaq e gjerë. Janë njerëz që atë një orë thonë dhe vëmë në dispozicion të marrim diçka nga jona. Dhe kur dikush më vlerëson kaq shumë sa një orë nga jeta e vet, e sjell aty në Zoom dhe unë do të thotë që ai person e vlerëson punën time dhe unë jam 200% nga vetja. Zoom është tjetër nivel. Plus që këtu nuk vendosen dot muzikë, këtu nuk filloj dot të kërcej, ndërsa aty është tjetër gjë. Edhe pse të dëgjoj për ditë, më thotë, duhet jetë në Ndjolla besoj me këtë profilin, seminarin mbrëm kishte shumë emocione. Oh, sa komenti bukur, unë të dëgjoj gjithmonë më jep një energji hynore. Jeni dashur, jam shumë e lumtur që jeni këtu përballë. Unë po pi një kakao sot, nuk e di çfarë po pini ju, por lexova shumë raste që ndjeni ende të bllokuar ose jeni ndier në të shkuarën. Edhe është normale, sikur se po e shpjegoja, po duhet të bësh shumë kujdes sepse ti pa e kuptuar futesh në atë ciklin e energjisë që quhet varësi. Dhe krijon një varësi nga dhimbja, krijon një varësi nga roli viktima, sepse kur ti je viktima, përfiton shumë gjëra. Kur ti je viktima e neglizhon trupin tënd. Kur ti je viktima nuk bën fitness, kur ti je viktima të lejohet të hash edhe mbeturina, nuk ushqesh shëndetshëm. Kur ti je viktima mund të bësh edhe një debat, mund të thuash edhe një fjalë më shumë, mund edhe të përtasësh, të çosh zërin. Kur ti je viktima mund edhe ta qortosh fëmijën tënd më shumë se ç'duhet. Kur ti je viktima mund të neglizhosh gjithçka që ka të bëjë me evolimin tënd. Pra kur ti je viktima, ja lejon të gjitha vetes, dhe prandaj krijohet kjo varësi që thua jam viktima, jam mirë, po ti e bën në mënyrë të pavetëdijshme, se kush është ai njeri që do të jetë viktima. Do të gjithçka në mënyrë të pavetëdijshme, është një cikël i fshehtë energjie që qarkullon aty poshtë. Imagjinoje se kur ti je këtu duke parë shumë larg, thua shikoj këto përgjegjësitë mia gjatë një dite, aty poshtë hundës tënde luhen këto gjëra, te subkonscienca, te mendja jone e pavetëdijshme. Kështu që duhet shumë vëzhgim i vetes edhe shumë kujdes. Për të gjithë ju që jeni duke marrë medikamente, e pare punës nuk dua të ndjeni në faj.
Unë jam kundër medikamenteve, unë s'kam marrë ndonjëherë medikamente, unë dhe paracetamolin nuk pije, çoj do kur është dhimbje kokës e padurueshme, mu dojmë ta qetësoj me frymëmarrje, me vizualizim, me punë me energjinë. Nuk besoj në kokrat e jashtme, nuk besoj, s'kam besuar ndonjëherë aq më tepër për gjendjen emocionale dhe ankthi. Por vetëm se unë nuk besoj te medikamentet, vetëm se unë nuk kam marrë, nuk do të thotë që duhet të të jap ty ndjenja faj që po i merr medikamentet. Është gjëja e fundit që dua të bëj. Unë dua të ta lehtësoj dhimbjen. Jo do të shtoj më shumë ndjenja faj. Kështu që çfarë ti do bësh është thjesht ta heqësh atë fiksimin që ja i provova te medikamentet. Por çdo njeri i krijuar nga Zoti do kthehet te rruga e Zotit. Dhe rruga e Zotit nuk është me kokra. Rruga e Zotit është të njohim veten, ta kontrollojmë veten, të menaxhojmë emocionet tona. Kjo është rruga e Zotit. Kështu që mos e fajso veten, thjesht fillo të punosh. Pas humbjes së babit, gjithçka u errësua rreth meje dhe po mbitesha nga ankthi nga dhimbja, por falte u ngrita më fort se kur për të ecur para. Mirënjohse pafund ndaj teje, dritë e Zotit, Miranda shumë dashuri, edhe jam e lumtur që i mblodhe forca. Livia thotë lidha me stafi, tani pres të bëj pagesën, sa lumtur jam që të komunikoj me ty personalisht. Jam shumë e lumtur dhe unë. Të gjithë ju që doni të punoni personalisht me mua çdo ditë në numrin tim të WhatsAppit, që të kemi kontakt të përditshëm, t'ju vëzhgoj gjatë gjithë 4 javë rrugtimit të trajnimit. Kam 2 data, është trajnimi për të menaxhuar anktin në 18 janar, ditën e diel fillojnë, zgjat 4 javë, dhe trajnimi për te limiteve njerëzore është tjetër nivel, është për diçka më shumë, do flasim ditët në vazhdim edhe për atë trajnime dhe çështjet që ai trajton, siç janë bllokimet emocionale, traumat, vetbesimi, biznesi, karriera, lidhja me intuitë, lidhja me dimensione më të larta, fillon në 22 janar. Kështu që jam shumë e lumtur edhe jam gati që të punoj me ata që duan të punojnë në mënyrë individuale me mua. Shumë sukses e të gjithë ju që jeni tashmë pjesë e grupeve, mezi pres të fillojmë. Energjia e janarit është shumë e bukur, janari shkurti është energjia shumë e bukur për të futur në brendësinë tonë, për të pastruar akoma. Marsi është momenti që fillon cikli i ri i energjisë plotësisht, fillon shpërthimi. Në mars fillojmë nxjerrim projekte, dalim aty jashtë, fillojmë gjërat intensive, vrapim ndoshta një plan stërvitje me pesha. Pra marsi është ajo energjia si natyra, zgjohet natyra, zgjohemi edhe ne. E disa faleminderit, kënaqësi që je këtu. Engla thotë, Jona, çfarë mendimi ke për kafe, mos sa repimi e pak? Të them të drejtën, e kam pirë kafen goxha vite. Dhe asnjëherë nuk është se e kam dhirë se diçka që se është pak e çuditshme ndjesia që kam, lidhja që kam me ushqimin, ose çfarë fut në trup, si e përjetoj unë. Kam arrit në një fazë që unë i shikoj energjinë diçka që konsumoj. Nuk është se e shikoj si nga shija ose ajo gjëja. Arrit të shikoj energjinë dhe i bëj një skanim trupit. Kur unë e pik të si ndihet trupi, merr dritë, merr energji, merr gjallëri, zgjohet, ngjallet, apo thjesht e pi edhe qëndroj në atë plogështin. Kafja gjithmonë më jep të këtë gjën që sikur jep me energji për momentin, por më shumë kisha dëshira të ritualin, që bëja të kafen time, ngroja qumshtin, hidhja pa kanell, bëja të ritualin. Nuk është se kisha nevojë për kafe si produkt. Nëse pi më shumë se 2 apo 3 normalisht që mund të nxisi pak gjendjen e ankthit. Nëse pi një kafe në ditë, të paktën para orës 12, para ditës, ta kesh pirë një kafe, është okay dhe mund ta pish. Gjithmonë nëse ti nuk duron dot pa kafe, po një njerëz që ka qenë i varur nga kafja kam qenë unë, dhe tani unë po bëj një javë që unë nuk ma kërkon trupi kafen. E shikoj ekspresin të shtëpia, ndij aromën e kafes kur e bën Edi dhe nuk më bën përshtypje. Nuk më pihet më. Vjen çdo gjë natyrshëm, mendoj unë. Vjen çdo gjë natyrshëm. Zvendësoj me çaj, e shikoj. Ose jam tipi çajit, po e pi çaj se duhet ta pi se më bën mirë. Po zvendësoj me një kakao, me një matcha, unë me matcha e kam zvendësuar shumicën e kohës. Ka ndonjë zumë si bëre për anktin, po për te limiteve ka. Patjetër që ka është për manifestimin, edhe pse nuk manifestojmë dot kur kemi ende traumat pas zgjidhura, si të manifestojmë, formula magjike e manifestimit, të gjitha këto do i shpjegojmë në Zoom, se dikur, ndoshta nesër në mbrëmje, ndoshta nesër.
Po, se sot kam fitness, nesër nuk kam fitness. Për veten time, kështu që nesër, me shumë mundësi. Shu për kafen e ngla, unë s'është se kam më të nevojshme. Nuk e kam më të nevojshme. E shkëputa atë varësi, kam në mbrapa varësi, domethënë çdo gjë që unë pi, çdo gjë që unë ha, çdo gjë që unë bëj në jetë, çdo gjë që unë jap vetes sime, që futet në trupin tim, çdo gjë që vjen në jetën time, e zgjedh unë me vetdije të plotë. Nuk e bëj sepse duhet, nuk e bëj sepse kam nevojë. Ne s'kemi nevojë për asnjë gjë. Ne jemi të plotë kështu si jemi. Pra duhet punosh me veten të arrish në këtë nivel vetdije, të zgjedhësh. Mua të më sjellësh tani ta mbushësh tavolinën me çokoladë, me patatina, me budalliqe. Që unë para një viti isha e varur nga këto, me këto mbaja trurin në vend, në 12 të natës haja budalliqe. Të më sjellësh tani shikoj të them i largosem për zihet që i shikoj. Është çdo gjë me nivelin e vetdijes. Kur ti e trajton dhimbjen me vetdije dhe jo me ushqim, zgjidhet kjo çështje. Po duhet të mësosh se si ta trajtosh dhimbjen me vetdije, të punosh me dhimbjen tënde. Edhe bukurie thot për kafen. E kam lënë kam 3-4 muaj. Ska, shkoj ju që e pini edhe unë. Zgjon nesër them, ta pi një kafe dhe mu ta pi, po nuk kam më varësinë nga kafja, nuk kam atë gjë që hapja sytë në mëngjes shpejt. Bëja ujë me limon, edhe pija ujën me limon sa për t'i thënë vetet si hajde e pive për të gënjur veten shpejt shkoj atë ekspresi, nuk kam. Edhe ti, sa ditë ke? Ti ke pirë matcha. Ti ke pirë matcha. Thjesht kam arritur në një gjendje që jo ta kem të domosdoshme, domethënë do ta pi sot e pi. Jo që zgjohem edhe të më bëj si Nuk është mirë të kemi varësi. Duhet ta trajtojmë sistemin nervor që dopamin të çlirohet vetëm kur bëjmë gjërat që kanë vërtet kuptim, jo ajo dopamina falso. Dhe në përgjithësi dopamina origjinale nga Zoti krijohet kur bëjmë gjëra që janë pak vështirë për të bërë, sporti, fitnessi, stërvitja me pesha, leximi një libri, punët e shtëpisë. Oh, sa këngë bukur. Hypnotize, Hypnotize. Kemi kopa për hipnoza live. Do bëjmë një hipnozë. Të pastrojmë sa mbeturina nga nënvetdia. Keni pyetje? Shpejt më bëni pyetje se më zuri gjumë. Ndoshta më kanë bërë, po mua jam kanë ikë shumë komente, shikon. Jeti kaloj dhe një shpejt. Arbora, shumë kënaq se po jam me lutje që ke hyrë në jetën time. Jam me lutje që ke hyrë te profili im Instagramit dhe je këtu çdo ditë. Si të futem në Zoom. Bona thot si të futem në Zoom. Seminari në Zoom u zhvillua mbrëm, por është ruajtur sepse e di që shumë persona ishin në punë. Dhe për këtë arsye mundsova e ruajta. Kështu që do futesh te grupi WhatsAppit në story, e gjen linkun dhe do e postoj sërish në mbrëmje që ta ndiqni. Oh, Ersida, dëgjosh sa thot Ersida. Jona nuk e di me çfarë sysh të shikon ti Edi, po ne të shikojmë si dritë. Po ti me çfarë sy më shikon? Ndonjëherë si ku çedër? Ja. Si ik fare? E bëri dorën kështu. Si dritë njëherë nuk më shikon. Si dritë? Si dritë më shikon, po ndonjëherë gjysë ku çedër, gjysë dritë. Sa ashtu si jemi në të vërtetë. Se nuk jam kaq e mirë 24 orë non-stop. Më thash, po ta shikoj pak pesimist, mua më dalin brirët këtu. Pesimizmi nuk e më jep alergji, dua të shoh njerëz të gjallë. Për shembull kam këtë hall, nuk më ecë, s'ka gjë, do bëhet më mirë. Ka Zoti më mirë, ka bërë plane, ec më mirë. Të vloj brenda ai zjarri, pesimizëm. A ka ngel një gjë pa shpjeguar nga ti, thot Miranda, që të bëjmë pyetjen e... Në fakt, kam vendosur të bëj ca tema, të trajtoj ca tema shumë kontradiktore, që të ngacmoj shumë, do të thënë, edhe ju që e vlerësoni shumë punën time dhe merrni dritë nga kjo që unë jap, në moment do ngelen do thoni, po kjo ç'pati se ishte mirë. Ka ardhur momenti të ngacmojmë pak. Jo,
në ujëra të sigurt që e dim që më duar trokasin. Do flas për gjërat ashtu siç janë shumë gjëra. Kështu që në vazhdim do kemi gjëra të tilla. Po patjetër, Suela thotë mund ta shikoj seminarin. Patjetër, bashkoni te grupi WhatsApp-it, prandaj kam luajtur për ata që nuk patën mundësinë të ishin live. Livia thotë u regjistrova suksese, mirë se na u bashkove në Jona Akademi. Cila është dëshira jote në jetë? Më pyet Ela, cila është dëshira jote në jetë? Dëshira ime në jetë, i kam dëshirat shumë të thjeshta. Shumë, të jetoj në një vend me diell, sikur se po jetoj, por jo këtu, konkretisht, se këtu është pak të jetoj në një vend europian, civilizuar, qytet më të madh, siç ishte ndoshta Estepona ose ka pafund në Spanjë, dëshira ime është Spanja. Të jetoj në një vend me diell, të dëgjoj muzikë, të kërcej 20 orë, 4 orë të flegjum dhe 20 orë vetëm të kërcej. Dua të shijoj jetën, dua të ushqehem sa më shumë me fruta të freskëta, egzotike që këtu pak vështirë të gjesh. Dëshira të thjeshta mo. Dua të bëj sport, të bëj boks, të bëj kërcim, të realizoj ëndrat e fëmijërisë më shumë. Ëndra ime është të kem një trup shumë të fortë që edhe 80 vjeç të jem shembull për trupin e shëndetshëm të stërvitur me muskuj. Po ëndra ime më e madhe, të bidon si ato gracie nëna tona tani, të shoh vajzën mirë. Për te shakas? Për te shakas, jo as. Nuk është ëndër, është. Ajo është gjë bazike, më dihet çdo të finde ka. Kur pyes ndonjë prit cila është ëndra, të kem fëmijën mirë, më lëri më fëmijët, ëndra jote, ajo fëmia do rritet, do krijoj familjen e vet. Kështu që kam misionin për të përmbushur me vajzën tani, të arrijm aty ku duam të arrijm. E kemi të dy medi, por unë si Jona me që më pyet mua, e kam për ta përmbushur atë misionin me vajzën, ta çoj vajzën aty ku duhet që të jetë, të shkëlqej në jetë sikur se do shkëlqej, se s'ka nevojë për mua që të shkëlqej. Ajo ka si aq dritë këtu sa më ka ndriçuar dhe mua rrugën time. Është fëmijë shumë i veçantë, ka një lloj drite shumë. Me kushdo që e takon thot, ngelet, wow, vetëm hutohet. Ka dritë shumë të veçantë si fëmijë, shumë dritë veçantë. Kështu që të zhvillohet vajza dhe kaq, pastaj e di çfarë dua më shumë të rri me rroba banjo, 12 muaj viti. Mos nuk duhet të zgjedh rroba të kuros, në një vend që të jem në plazh non stop. Vetëm një muaj të shkëputem në borë, që të krijojmë atë marrë atë shijen e dimrit. E kaq, këto janë dëshirat e mia. Pastaj kam ëndra shumë të mëdha për këto arritjet profesionale që s'do i ndaj në Instagram. Ato janë tjetër gjë që nuk i ndaj, pa u realizuar nuk i ndaj. Leonardo thot pikërisht ai entuziazmi më mungon, thot dhe kur kam filluar të ndjek, ndihem mirë dhe do të ndjek sa të kem mundësi. Dhe jo vetëm të më ndjekësh, po mundohu çdo ditë kur zgjesh në mëngjes thuaj vetes, unë sot do të çojmë të qeshur. Unë sot do jemi lumtur, sido që të vinë gjërat, unë sot do jemi qetë në paqe me veten. Livia thot hajde në Madrid, nuk më pëlqen shumë Madridi, as Barcelona. S'kemi qenë, cili? As Barcelona. Jo, unë e s'kam me energji. Edi për shembull do të shkoj në një vend, do shkojmë në Barcelonë. Ta shikoj që ta vlerësoj, ndërsa unë nuk e di, kam këtë skanimin e energjisë që shkoj diku rrallë ka ndodhur që të shgënjehem nga ajo çka kam pritur. Por në përgjithësi shkoj në një vend që nuk ma jep atë vibe-in dhe nuk ma jep. Nuk ma jep, kështu që dua gjëra pak jo kaq të mëdha, Madrid, Barcelona, po shiko, Costa del Sol mua më ka pëlqyer shumë, them drejtën. Shumë më ka pëlqyer. Përshëndetje e dashur. A shërohet rregullimi i ADHD me trajnime dhe zhvillim personal? Është një temë e rëndësishme kjo, që dëshiroj ta shpjegoj pak, po në mënyrë të përgjithshme, jo specifike vetëm për ADHD. Patjetër që po. Përgjigjja është po. Sepse ka të bëjë me rregullimin e sistemit nervor. Sistemin të nervor ti e stabilizon, i bën gjërat më ngadalë, bën më pak gjëra derisa ti krijon një
stabilitet të tillë që fokusin e çon ti aty ku ka rëndësi për ty. Jo të marri fokusi ty të shpërqendrohet. Etiketimet janë pafund. Dhe jetojmë në një botë ku nga etiketimet psikologjike varen miliona dollar, miliona euro përfitime. Dëgjoj me vëmendje këtë. Nga etiketimet psikologjike që lidhen me një mjekim të caktuar. Është zinxhir ai në fakt. Është zinxhir që Edit si pëlqen unë të flas për këto gjëra. Gjithmonë ka thënë ç'të duhet ty që merresh me të tjerët. Kto ka të drejtë. Por mua më pëlqen të merrem me të tjerët, kur të tjerët merren me njerëzit e pafajshëm. Autizëm, ADHD, OCD, çrregullimet e ankthit, depresioni madhor, postpartum, nuk ka fund. Për çdo gjë të japin një kokër, e kanë krijuar. Nuk është rastësi që ekziston një kokër për çdo etiket? Shqitem në lek. Etiketa është këtu. Dhe me njëherë sa është krijuar etiketa, ka qenë dhe kokra këtu. Dhe kjo kokra shpërndan. Ja se doja të tregoj çfarë bëj, shpërndan. Etiketa ADHD, kokra, firmat farmaceutike, mjek me përqindje, farmaci, ata të shkretë që dalin rrugëve të shesin kokrat, përfitojnë diçka. Jam dakord se shumë njerëz e kanë mënyrë jetese këtë, edhe unë i respektoj dhe i vlerësoj, shumë njerëz që i kanë për zemër, e kanë profesion këtë gjë dhe ushqejnë fëmijët me këtë gjë dhe unë e vlerësoj atë që bëjnë edhe nuk mund t'i gjykoj, por e kanë fjalën për peshkun e madh. Mos bjerë për etiketimeve. Ja. Së duhet asnjë kokër ty. Puna me veten, zgjidh gjithçka. Dhe kur them puna me veten, beso te Zoti, mos ik në kishë dhe në xhami, se Zoti nuk të ndihmon vetëm po shkove aty të fillojnë ndjenja faj, po nuk shkove në kishë ose në xhami, nuk kam shkuar fillojnë ndjenjat e faj. Te Zoti që ke në zemër, se Zoti është brenda nesh, nuk është në ndërtesa të përcaktuara nga njerëzit, Zoti është këtu, lidhu me Zotin. Dorëzoj atë shqetësimin tënd dhe në të njëjtën kohë i thuaj që unë do jap maksimumin tim çdo ditë, që të bëj aktivitetin fizik, që të bëj gjërat që më japin qetësi, që të bëj gjërat që më bëjnë të ndjem në paqe. Mos bjerë për etiketimeve, për çdo etiketim ka një kokër, kjo nuk është rastësi. Ne nuk sëmuremi kurrë. Pse nuk sëmuremi ne? Kemi imunitetin më të fortë, vajza është në kopësht, i merr të gjitha virozat e sjellë. Pse nuk sëmuremi ne? Edhe kur na kap gripi e kalojmë në këmbë. E kaloj këtu duke bërë live, të tjerët zën krevatin, fillon temperatura, futen nëpër serume, i kapi viroza, palosen, ngelen në krevat 2 javë. Pse nuk sëmuremi ne? Është energjia e lartë çdo gjë. Ose ul energjinë mos bjerë për etiketimeve. Çdo etiketim që është vendosur nga psikologjia nuk ka për qëllim të të ndihmojë, të shpëtojë. Po pse si të shpëton ty ai që të thotë ke ADHD? Si të ndihmon? Me çfarë të ndihmon? Këtë kokrën 6 muaj dhe pastaj do bësh më mirë. Ja. Ti s'ke nevojë për kokra, edhe për profesionistët të etiketojnë ty. Ja, nuk ke nevojë. Ti ke nevojë më shumë për njerëz të tregojnë se si të bësh një jetë qetë, kuptim plot, të vërtetë. Kaq më është kjo. Arbi, një ditë të mbarë të uroj. E ke problem të mësosh gjuhë të reja, kam fjallën se do shkosh në Spanjë, ke ndonjë këshill si të mësosh një gjuhë të re. Para se të ikni në Spanjë, 3 muaj rresht bëjmë një kurs në fakt online, gjatë verës, sepse ne ikim në nëntor, në 2022 shëmbet fjalë për spanjishte. Unë spanjishte nuk e di. E mësoj me shumë kënaqësi. Në vjen dhe një 2 vite e gjysmë edhe me zor mësova 2 fjalë gjermanisht. Pra varet nga gjuha, varet nga arsyeja. Unë në Spanjë do ikja për një jetë më të mirë, shumë e lirshme financiarisht në të gjitha aspektet, ndërsa në vjen ishim për copën e bukës, për një rrog, edhe më duhet ta mësoja. Kur mua më duhet ta bëj diçka se duhet, unë atëherë nuk e bëj dot.
nuk i bëj dot gjërat se duhet i bëj. Gjuhën e huaj e mësoj me shumë kënaqësi. E mësoj me shumë kënaqësi nëse ja vë detyrë vetes, por kam vëre që me moshën shumë e vërtet, me moshën ndryshojnë shumë faktor. Jo se është e pamundur që ti të mësosh gjuhë të huaj tani, por në kushtet e mia, për shembull me sfidat që un kam edhe me përgjegjësitë gjatë një dite që un kam, është gjëja e fundit që më shkon në ndërmend të ulem dhe të mësoj një gjuhë të huaj. Nëse më thotë Edi, ciao, do shpërngulemi në Spanjë. Për 6 muaj jemi aty. 6 muaj e bëj unë spanjishten. E bëj e mësoj me kënaqësi, me dëshirë. Por e di që kam gjetë pak rehat, jam bërë pak dembele, sepse kam gjetë rehat në Shqipëri, kam harruar dhe anglishten më duket. Kam vetëm aty te palestra një shoqe është 66 vjeç amerikane, Mary. Edhe flas pak me Mary, kur takojmë në palestër, i them sot është dita që do flasim shqip, se doja të mësoj shqip. Edhe më thotë sot është dita që do flasim anglisht, që të praktikosh të anglishten, kështu që vetëm me Mary flasim anglisht, e kam harruar komplet. Gjuhë e huaj mësohet, sidomos kur nuk e fëmijë mësohet, edhe kur ke fëmijë, po është pak më e vështirë. Gjuhët e huaja mendoj që t'i japin pak më shumë afat kohor vetes son kur kemi përgjegjësi të mëdha në jetë, kur duhet të punosh, të rrisesh fëmijë, nuk e ndim në shtëpi, nuk e një suport, një rreth suporti, njerëz që të ndihmojnë të suportojnë me jetën, me fëmijën, me shtëpinë, me gatimin, me punët, ose nuk e dado ose person që të shërben në shtëpi, atëherë jepi më shumë afat kohor vetes tënde. Mos të thuaj që unë për 6 muaj do e mësoj, ose jepi një vit kohë. Por që patjetër kam pasur të trajnime dhe kam parë plot raste që kanë mësuar edhe gjermanishten, ë? Çfarë do bënin? Kam edhe këtu plot te live nga studentët e akademisë që kanë mësuar gjermanishten. E di që është e vështirë, por mësohet, çdo gjë arrihet. Po s'është se kam ndonjë shiko, më përpara doja të dukesh as i zgjuar edhe kisha këtë komplekset që më pëlqen të flas shumë gjuhë të huaja, nuk më pëlqen mua të flas shumë gjuhë të huaja. Jam rehat në anglishten, jam rehat me spanjishten, greqisht kaq sa di. Mirë do ishte të di pak më shumë të flasë, kuptoj për të folur, sepse më duket sikur e kam harruar, më pëlqen shumë gjuhë e bukur është. Këto, italisht kuptoj pak, po jo shumë. Nuk është se kam ndonjë ego unë që të mësoj sa më shumë gjermanisht, mua edhe të më paguash që ta mësoj nuk kam dërmend ta lodh truri me gjermanishten më. E lodh? E kam lodh shumë. E kam lodh një vit rresht. Për ditë nga 3 orë mësoja gjermanishten. E më duke vetja e trash. Thoja si jam kaq që mësoj, unë thoja. Po është gjuhë më të shëmtuar nuk ka. Kështu për gjuhët e huaja. Valdete e kuptoj thelbin e kësaj, Valdete thotë gjë pak se është interesante. Kam dëgjuar një psikoterapeut gjerman që thotë që ankthi dhe depresioni kalojnë nëse mendimet negative mundohesh t'i shndërrosh në gjuhën e huaj. E kuptoj thelbin e kësaj se çfarë ka dashur të thotë personi edhe funksionon kjo deri diku, sepse ti nuk i jep me atë peshën emocionale një mendimi të caktuar. Pra, ai ka dashur të largoj pra të shkëpusi atë lidhjen që është midis mendimit me reagimin emocional, që reagimi emocional të jetë sa më i ulët, mendimi nuk duhet të jetë shumë potent dhe i fuqishëm. Dhe unë e kuptoj pse e ka shprehur në këtë lloj mënyre. Por sado që mendimi negativ ta kthesh ti në kinez, në gjermanisht, në sido që ta duash, aty është rrënjosur të subkonscienca jote në këtë gjuhën e bukur shqipe, është rrënjosur bindja. Sepse poshtë çdo mendimi kemi një sistem bindje. Është rrënjosur bindja dhe ne nuk punojmë me mendimet, punojmë me bindjet dhe mendimet pastaj ndryshojnë vetë automatikisht. Ju lumt, ju që thoni kam mësuar gjuhën e krenojeni me gjermanishten, ju lumt, nuk ju kam zili fare. Po të më thoni të kam mësuar spanjisht, ato thoj ja dua dhe unë, për gjermanishten mbajeni, ta gëzoni, shijojeni, edhe vendoseni në punë. Rolanda thonë mos na i presh shpresat se jetoni në Gjermani, po të shkeni ju me mua, unë sa po e thash.
vetëm duhet të them patjetër që të mësoni gjermanisht, të them më pëlqen gjermanisht, është e bukur, është e shëmtuar, po ti mësoj se të duhet. Mua dhe anglisht jam me theksin british, e shëmtuar më duket. Nuk ka gjë shëmtuar, është dhe gjë është e bukur sepse njeriu mëson diçka, nuk zhvillohet më shëmtuar deri. Për ty, ti pret të them edhe unë të njëjtin gjë? Për mua e shëmtuar ngjelet prapë. Për ty që je mendje hapur, mendoj e kështu. Po kujtoj të ke një njofë, më thotë kur shiko qa thot. Që me bërë për të qeshur për njështë të duhet të pushoj, më thotë. Unë nuk më ta mësoj gjermanishten. Sa herë filloj të mësoj gjermanishten, së murem, thotë, më fillon të mërë. Që më kënaqem bërë për të qeshur. Dhe me të ti e ke këtyr atë mekanizmi në mendje që i thua edhe trupi vetëm edhe lufton aq shumë i shkretit fillon temperatura. Elizabeta o drit, jam e lumtur që je këtu. Për ADHD-n dhe për çdo etiketim tjetër, qoftë autizmi, qoftë ankthi, gjithçka, duhet të flas hapur. Më përpara nuk e kisha formimin profesional edhe siç duhej ta kisha plotësisht edhe thoja mos dyshoja te vetja, mos ndoshta sepse nuk kam studiuar siç duhet. Kur studiova dhe i lodha trut mjaftueshëm e kuptova që thjesht është biznes. E kam thyer në një biznes që imagjino unë që jam profesioniste dhe më bënin të dyshoja. Po njerëzit e thjesht që nuk e kanë fare backgroundin shkencor, psikologjik, mjekësor, dyshojnë shumë të vetja. Albiona, jam shumë dakord me ty, sepse thot Albiona, jo në Gjermania më ka thënë paqe në shpirt, ato janë njerëz të mirë, edhe pse e humba vizën, po prapë më ngjall shpirtin kur përmendet Gjermania. Shiko, është e vërtet, te Dakela kalofsh mirë, të fala, pace, për çfarë? Faleminderit. Jam shumë dakord se edhe mua të më përmendesh Anglinë tani ose çfarë do lloj shteti jashtë Shqipërisë, sidomos kur je në Shqipëri, të merr malli për atë paqen shpirtërore, sepse ata që kanë qenë në emigrim e kuptojnë për çfarë kanë fjalën. 100% atë paqen ti nuk e gjen dot këtu. Nuk e gjen dot këtu. E gjen dot, është vështirë që ta gjesh. Sepse është energjia, ne jemi pjesë e një fushë energjie. Edhe ne marrim nga kjo fushë energjie, duam apo s'duam ne. Kështu që jam dakord me ty që të merr malli edhe të ka dhënë atë kënaqësinë, po nuk po flas për Gjermaninë, për Zvicrën, për Austrinë, nuk po flas për vendet që përdoret gjermanishtja si gjuhë, po flas për gjuhën e gjermanishtes që ka aq shumë kompleksitet brenda sa mua që nuk më duhet të më lidh gjë edhe po të më lidhi, do gjej një mënyrë se si të rëshkas gjermanishtes, pse ta mësoj dhe të lodh veten time, kur nuk më duhet. Ju që ju duhet patjetër lodheni veten sepse do shpërblet, do filloni një punë, do merrni rrogën, do hapni një biznes, ndoshta do paguheni mirë. Do ju duhet, ju që jetoni aty, po unë jetoj në Saran, për çfarë duhet mua gjermanishtja? Edhe kur isha në Vjenë, mbijetova, unë njoh njerëz që kanë mbi 10 vite në Vjenë dhe prapë se kanë mësuar, flasin anglisht, mbijetojnë me anglishtën. Në Zvicër nuk kam qenë, Suela, se më pyet Suela të pëlqen në Zvicër. Nuk kam udhëtuar aq sa do doja të udhëtoja, të them të drejtën. Na pëlqen udhëtimi të treve, si familje. Por që nuk kam qenë në Zvicër dhe nuk di të them më pëlqen apo jo. Po çdo shtet që unë nuk kam qenë, më pëlqen ta shikoj një herë. Pse jo? Ju më kënaqni fare, anglishtja s'u futet në kokë, s'më pranon truri. Te quiero mucho, Jona, më thot Livia.
Ersita dëgjoj çfarë thotë Jona, ti nuk e imagjinon dot çfarë teksti të fortë ka gjuar shqipe, më ka dëgjuar një shefja po flisja me burrin në telefon në pyeti me kë po zihet. Shqipja është është shumë, ka shumë tekst, shumë e rëndë si gjuhë. Edhe të kufizon shumë, të kufizon shumë për një term, një fjalë të caktuar që ti anglisht e thua me një fjalë, një koncept e përmbledh me një fjalë, me shqipen duhet të formulosh fjalë të gjata. Në shqipra për ne është gjuha më e bukur në botë, si jemi rehat. Jemi rehat me gjuhën tonë. Unë kam jetuar në Austri, është një vend i bekuar me shumë njerëz miqësor. Ku i gjetë njerëzit miqësor në Austri që ta di dhe unë? Besoj austriak nuk ishin. Ne kemi jetuar në Vjenë për disa vite dhe do jetoja prapë në Vjenë. Do jetoja prapë me shumë kënaqësi, përveç elementit të kohës që e ke parasysh. Nuk më përshtatet shumë i ftohti mua, që të dridhem nga i ftohti, do me thënë mund ta bëj për hall kur më duhet një rrogë, po tani që jam në këtë status financiar, se ta bëj unë që të rrinë të ftohtë. Prandaj dhe më po, aspekti social më pëlqen shumë, sidomos ajo kultura që kanë që shkojnë për parqe, pafund parqe, mundësi për të zhvilluar fëmijët, për të luajtur, për të kaluar kohë familja. Më pëlqen Vjena në shumë aspekte. Kam qenë e qetë, e lirshme, shumë njerëz bëjnë sport, ke shembuj pafund njerëz që stërviten, bëjnë vrap, bëjnë sport. Po janë shumë të ftohtë. Njerëz të akullt. Të ftohtë fare, domethënë. S'është se hajde më mirë. Çka, njerëz që provoj, ja, Çe zërin. një diçka që ka me dëshirë, mirë është ta provoj. Sa mendoj shumë, se ka dikush që do të shkoj diku, le të shkoj. Po patjetër që ta provoj. Edhe po si pëlqeu paktën e hoqi pjesën e mendjes, si sa Si bën me të dielën. Si bën me të dielën. Ishim dëgjuar në agroturizëm, është hap një i ri. Dhe imagjinata ime është një agroturizëm me kafshë, me kështu të shkojnë, edhe suportojnë biznes të ri me hapësirë dhe të kënaqen fëmijë. Dhe ishim dy familje, ne me 3 fëmijë. Dhe thëmë hajtë të shkojmë, shkuam aty është si shtëpi fshati, po kur them shtëpi fshati, shtëpia fshatit është e bukur, po, dy dhoma si se ma mbylli limitin Instagrami, dy dhoma, 5 metra katror të vogla, një oxhak aty që ato oxhaku, dhe ishten ato tavolina si ato rastet, ato lokale që bëjnë kështu për vaki, e keni parasysh një gjë, dhe njerëzit vetëm që hanin mish. Nuk e di. Ikëm, e hoqëm nga lista, po mos të shkonim ne aty, do e kishim akoma në mendje agroturizmi i ri që është hapur. E njëjta që me të emigruarit, provoje. Se ndoshta edhe nuk të përshtatet. Unë atë liri që më tha kush më tha, Albiona më tha këtu, Suela nuk e di kush më tha, që ndjej paqe, do me thënë për Gjermaninë është vendi bekuar, andaj kjo ndjej për Anglinë. Aty kemi provuar liri për herë të parë. Liri totale, të plot emocionale, financiare shumë. Aty janë njerëzit e dashur. Njerëzit më të dashur janë anglezët. Kur them anglezët, jo se është bërë mix Anglia tani. Por anglezët, ne kemi jetuar në një lagje të Birminghamit, një lagje që kishte vetëm anglez. Edhe ishim aq qetë, ishte aq bukur aty. Ishin njerëzit aq të dashur. Hi love, morning love, do me thënë një dashuri që se di, shumë energji e lartë ishte. Pastaj nga Anglia në Vjenë ishte ajo diferenca me shuldigum, adha njerëz të ftohtë, të akull, të bardhë në fytyrë, të ngrirë që nuk qeshin kur. Unë njerëzit si zombi kam bezdi, ose qeshën syt njeriu, fytyra, apo nuk ka një fjalë të ngrohtë. Kështu jam unë, s'është e thënë që është e drejtë kjo që mendoj unë. Sa më ka lek Flonja, i përgjenia ka. Faleminderit shumë Florent. Ja, më dërgoni nga të gjitha gjuhët tani të më punoni zbore. Lexova atë greqishte, më thuaj çfarë duash ti.
Mersi, do të kam konatën si zombi unë. Vaj e larg. Vaj e larg. Po, patjetër Elizabeta thot më ka bërë përshtypje në Angli janë tjetër nivel. Në Angli janë tjetër nivel. Tjetër nivel. Shumë njerëz të dashur. O, Manjola tani, ja, the lexon Edi. Hajde lexoj Edi këtë, italisht. Apo s'është italisht, kjo është spanjisht. Është spanjisht, po. Tash më s'është italisht, ta kthej aty. Se jemi të kompletuar në si familje. Kur na la makina në Itali atëherë para 2 vitesh, 3 vitesh, shikoj Edi ditë në telefon që mori karotrecin italisht, tash shiqysh zotit. Nuk ngelim pa bukë. Lauri thot, unë tani jetoj në Greqi, më besoj dhe këtu janë miqësor shumë të dashur, kudo shkon, po je i dashur, i bën për vete kudo. Në Greqi janë shumë të dashur. Patjetër që janë, në Greqi janë shumë mikpritës. Në Greqi kanë shumë zemër të madhe njerëzit. Shumë. E kanë provuar për të marrë dokumentat, e kanë provuar, nuk le kanë parë asnjëherë si inferior. Ka raste plot të rralla me racizëm, se në çdo vend ka njerëz element negativ. Ne jemi racist me njëri tjetrin për atë punë, por janë shumë të dashur në Greqi. Janë vetë buzëqeshur. Na vënë një gjop kur ishin në paracakosh, vëmë ca pazare, i vënë një gjop Edit, kështu të qeshur që i vuri atë gjopën minimale, i tha merre edhe shko paguaj aty të lutem, pastaj hajde merre pak me një mirësjellje, këtu të daloj polici. Job, se ajo ashpërsia. Unë prandaj zihesha me policët këtu, edhe pse ka shumë polica të mirë që i kemi bërë miq tani. Ish kolegët e Edit. Henori Jasni thotë, Jona, e di sa duhet takoj nga afër veç një përqafim të marrë nga ty, mbushën me pozitivitetin tënd. Po do organizojmë diçka nga afër. Do bëjmë ndonjë seminar në 2026, patjetër. Keti thotë duhet të jetoj në Shqipëri, më pëlqen shumë. Po, ka shumë aspekte pozitive të jetuarit në Shqipëri. Je rehat, vjesh tamam në shtëpinë tënde, në vendin tënd, 6 muaj. Muajin e 7 do të mbushësh valizën dhe të ikësh. 3 muaj. Atëherë, Jona, cila është frika jote më e madhe? Frika ime më e madhe është që të jem këtu në këtë jetë dhe mos të jetoj gjërat për të cilat kam ardhur. Kjo është frika ime më e madhe. Që mos të jem vetvetja, mos të jetoj, mos të provoj gjëra. Jo vdekja e këto budalli që fare. Nuk kam frika s'na vdekja asnjë. Ja tani, pap mbyll syt. Punë e madhe. E di që të zgjem në një dimension më të bukur se ky. Frika ime është të jem këtu në këtë realitet lëmsh, ku ha njeriu njerin, dhe unë të zgjedh të vi në këtë realitet, të kaloj këto sfida, dhe mos të jetoj gjërat për të cilat erdha të jetoj, të bëj udhëtime, të zhvilloj hobit e mia, të jap kënaqësi shpirtit. Edhe prandaj 2026 në çdo gjë që mua më jep kënaqësi e kap, nuk pres më, nuk e lëm më, e kap. Edhe punën, edhe biznesin, dhe gjithçka e bëj shumë rehat. Shumë rehat. Çdo gjë është bollëk, gjithçka, nuk kemi pse të luftojmë. Nuk kemi pse të luftojmë për 2 lek, nuk kemi pse të luftojmë për klient, për kam mjaftuar për të gjithë, kam mjaftuar bollëk. Ai stresi që jep vetes, si të vjen sa më shumë të regjistrojnë, sa më shumë jo, ka Zoti plot për të gjithë. Prandaj duhet ta jetoj më ngadalë jetën, të marr ato gjëra që më japin kënaqësi. Kjo është frika ime më e madhe, të vi këtu dhe të iki kot, pa jetuar kontratën time. Okej. Është italisht ajo që të ka shkruar zonja, thot, "Ha, ti pse thua spanjisht ti?" Ti se pe fare, po shikoje pra, na ndero familjen. Nuk e pash. Na ndero. Jepi, lexoje çfarë ka thënë. Sol, se që ka thënë, ndoshta dritë e diellit, çka tillë. Në Shqipëri jona ju flisë shumë bukur me gramatik gjuhën, ndërsa në Kosovë njerëzit flasin sikur pula kur shkapërit me këmbë. Unë i dua shumë kosovarët, mua pëlqen theksi u vdes, kur punoj me kosovarët, kënaqem fare. Flasin me atë gjuhë, po futen aq thellë në atë problemin emocional, ta shpjegojnë shumë me atë theksin e tyre, mua më kënaqen. Dhe po kur thonë, "Jo, na më kuptoni", them, "Jo, të kuptoj. Jam gati të flas si ty, kështu që jepi." Edhe më pëlqen shumë, më pëlqen njerëz zakonisht shumë, nuk mbajnë rezerva, flasin me pasion, e tregojnë atë problemin e tyre.
Nuk rinte strukur se mos ja them jo nëse janë shumë, më pëlqejnë shumë. Ja vlen të kthesh të jetosh në Shqipëri, çfarë mendon? Është shumë individuale dhe personale, varet nga rrethanat. Për shembull, për ne ja vlente. Ja vlente sepse për ne primare është që të zhvillojmë vajzën në një vend që nuk është burokratik, në një vend që funksionon ende miku, leku, sepse nuk mund të presim, domethënë ne punojmë dhe nuk duam të kursejmë, ne punojmë dhe nuk duam të rreshtojmë pronat, ne punojmë dhe duam të zhvillojmë vajzën, sepse derisa ajo të mbushi 10-12 vjeç, aty është pjesa e artë e zhvillimit të fëmijës. Dhe nëse unë nuk bëj tani për fëmin tim, të bëj sa të duam kur të jetë 18, me rrofshin pronat. Kështu që Shqipëria na i mundëson e para me terapistët të flas shqipe, kërkoj llogari, i bëj pyetjet që dua t'i bëj, e kuptoj çfarë më thot terapisti për zhvillimin e fëmijës tim, është gjuha, barriera e gjuhës. E dyta është koha, diell, det, vajzën e qetësoj shumë. Janë njerëzit, familjarët, kalojmë festa me familjarët, kalojmë kohë me ata. Është biznesi im që paguaj pak taksa këtu, jo aq sa mund të paguaja në Vjenë. I paguaj tatimit, i paguaj taksat, po jo aq shumë, nuk janë aq shtrenjtë. Pra janë të gjitha këto aspekte që deri tani për ne është mirë, por aspekti emocional i imi dhe Jedit nuk është 100% në shkëlqimin e vet këtu. S'është. Nuk është sepse ne jemi shumë njerëz të gjallë, këtu janë njerëz shumë të vakët. Bëjnë atë jetën normale, pinë atë kafen, bëjnë atë ecjen, të ngrysur, flasin për punën, për shefin, për rrogën, dhe ne na mungon ai brumi që të flasim për biznese, për ide, për njerëz, për të ardhmen. Domethënë, na mungon. Kështu që se di, dhe sa do durojnë. Derisa të arrijë vajza një moshë të caktuar. Më Oela, po çfarë këto pyetje që më bëni ju sot më? Thot, moj, po kush e di sa krenar është edhe që ka një femër me shpirt kaq të pastër? Po s'është aq sa mendoni ju, sa më çmendët. Ti më shikon si drit mua këtu në një live Instagrami. Ai më ka grua në shtëpi, bie te koka 24 orë. Thoshta kam shkojnë mua se do rri kështu. Thot Edi, ndoshta këta më shikojnë mua sikur rri ulur kështu, thot, edhe të puth këmbët ty. Nuk kam të puth. E me puth këmbët ty u kënaqja, ma të keq që ti harron të puthësh e kokën ndonjëherë. Puthësh këmbët. Masazh të këmbët të bëj. Masazh të këmbët? Kur? Njerë që kam cikël, njerë në muaj. Jeta më së kështu. Qith jeta e këti, a vash, 10 vite Kemi kemi shumë që s'ka bashkë. bërë një herë. Se do të po të ishte martuar 22 vjeç, ai kisha marrë një nga ata, prandaj prita. Të gjeja njëri të saktë. Pak më mirënjohëse. Po mirënjohëse, po ti ja, si më shikon ti mua? E dëgjoni ja debati live. E shikoni si më shikon Edi, sa krenar është. Po kur më thot ndonjëherë ti në rregull e ke thot, mua me lëvajzën, ti bën seminari në rregull, Edi e quan seminari marr shaminun edhe në një omoj lëndina, Krandelin, ë? Është shumë përshtatje që ke. Se Edi dëgjon 3 minuta që vë muzikun kërcej me ju në fillim të seminarit, ky mendon gjithë seminari është hedhin valle këtë. Se bëj shaka. Ja, këto debate që kemi nuk janë shaka, kjo është e vërteta, i kemi pafund. Por që është shumë krenar për mua, më ka suportuar në disa aspekte, ma ka bërë më të vështirë sa më s'kam disa të tjera, dhe nga që ma ka bërë të vështirë kam luftuar më shumë dhe jam kjo që jam sot. Kesh prej arsye. Mirë, ta mbyllim live-in, pastaj do vazhdojmë që të zihemi tamam, se tani se nxjerr dot 100%. Ç'më kënaqet, do kënaqem, ë? Tu kënaqem. Tani, edhe njëri kujtes do ta bëj se i do puna këto, se më kujton dhe stafi, jo, na i futën live, thonë, nuk kënaqem mua bet kujton për trajnimet. Grupet e trajnime, kush do të punoj individual me mua, që të hedhin valle, 4 javë rresht. Njerëzit mendoj se në trajnime është kështu, nuk e kanë ide se atë do futen te vetja. 4 javë punë individuale me mua, data 18 janar dhe data 22 janar. Stafi jemi okej, e bëra detyrën, kujtova trajnimet, i kujtova. Sa vjeç jam? 35. Ku jetoni? Jetojmë në Sarandë. Jonazi është shpesh me Edi dhe cili e pranon fajin i pari. Varet çka quhet zëng, se kështu debate, ngacmime, keq kuptime kemi. Edi se pranon fajin,
s'jam kur fajtor. Bjeri si të duash, se thot s'jam kur fajtor. Tipik për shqiptar, tru shqiptari. Ka raste që dhe mund ta pranoj, por unë them nga të lodh trutu ndërrim e turin varu. Më mirë them, e mirë hajde jemi në rregull, jepi një të përqafuar, ta heq qafe, ta përcjell me vajzën në shëtitore të dali, e unë të rri rehat në seminaret e mia. Kështu që e pranoj fajin unë them, ja. E pranoj fajin them dhe jemi në rregull. Tani zën ka, patjetër po që ka. Ndonjëherë dua ta mbys, ndonjëherë ja si tani po çat bëj që jam në live, një t'ja kuptoj me këtë filxhanin. Por që e kuptoj këtë vështrimin e tij sepse Edi nuk ka qenë kurrë në pozicionin që jam unë. Nuk ka qenë kurrë nën një herë. Nën, që ti e ndjen fëmijën tënd ke atë radarin e ndjen kur fëmia s'është mirë, është ai merakut i tepërt. S'ka qenë ndonjëherë mentor. Të udhëheqi popullatën, është shumë përgjegjësi e madhe, shumë përgjegjësi e madhe. S'ka qenë ndonjëherë mentor që ta paguaj, do të paguaj dikush që ti t'i zgjidhësh lëmshin në zemër dhe në mendje. Është barë. Pak më vendos më një plak betoni, ti sarmi jep lekët. Dhe unë them në 4 javë duhet jap 2000% nga vetja. Dhe në 4 javë unë pastaj kur të çlirohem dhe marr këtë me ndihmova atëherë fleqet. Se ka kaluar Edi ndonjëherë, të nuk e ka idën çfarë do të thotë. Janë shumë aspekte që Edi si kupton. Ose kur jam në seminar, që përfshihem në seminar dhe mund të marrë zjarr shtëpia dhe unë nuk e shikoj, unë jam aty në seminar. Ti thot kur futesh aty futesh. Nuk e kupton. Por do jem unë ajo që do toleroj gjithmonë. Ai që është më lart në vetdije, gjithmonë ai do të se i shkela syrin, bëra shaka. Sa po qeshur, të naqe. Si kur ti kishin të gjithë thot si Edi, thot Leta. E moj motëre. Edi ku ma gjynë ndonjëherë që të stresohet dhe të ankohet për jetën kur jam para një seminari. Atëherë do të thënë i mbledh gjitha streset e jetës, i analizon 20 minuta para se unë të them më brëma grupi. Edhe mi sjell tamam tavolin thot, ço do bëj me të. Tani më gjetë i them. Merr vajzën në derë, vrapi, nxjerr kështu me xhup në dorë, me këpucë në dorë, mbyll derën nga brenda që mos të më kthehen më. Marr frym them. Fokusiona? Tani nuk e fëmi, nuk e burrë, je beqare dhe jep 100% e seminari. Se çfarë do bëj, s'kam zgjidhje tjetër. Ktheja pa kamerën Edit, më thonë. Sa i rehat, po jam se kështu si bëj unë, duhet i marr leje. Mund mos marrësh leje fare. Kthej sa të duash. Wow, çuçja. Thua? Kors. Bleranda tregom, a kalohet ankthi pa terapi? Unë e kam kaluar pa terapi, mira njerëz e kanë kaluar pa terapi dhe si kalohet pa terapi e kam darë dje falas. Futu te grupi WhatsApp-it që është në story dhe profili im dhe sot në mbrëmje do dërgoj seminarin që është ruajtur dje, që u zhvillua live në Zoom, që ta kalosh edhe ti pa terapi. Me çfarë mban këtë fytyrë qelq? Me dhjam, mbi pesh. Mbi pesha nuk t'i jep shumë rrudha. Kur të dobësojmë dhe shikosh ti. E para, e dyta, unë mendoj që është ushqimi. Mendoj që është dhe gjenetike. Ndoshta pak, më shumë ushqimi, po edhe pozitiviteti. Njeriu kur i qesh shpirti, do shkëlqej lëkura. S'është se bëj ndonjë trajtim, jo, bëra një kur ishte në dhjetor, bëra një trajtim për fytyrën. Mirë, s'është se qendoj gjë wow, kush e di, mirë ishte, po se di. Kur jam e qetë, shikoj që edhe lëkura është kështu shkëlqen. Kur si jam e qetë, pastaj edhe lëkura çalon. Shiko pak mesazhin tim më lart, thot, të lutem, kur. Në 4 javë, thot Elizabeta, thot, Jona na ndihmon, imagjino Edi në 10 vite, thot, duhet fluturonte. O, do fluturonte Edi? O, do muli mua. Një nga të dyja. Po në përgjithësi energjia më e ulët tërheq energji më të lartë. Jona kam qenë te grupi, po kam ndruar numrin. Po futu, mos më merr leje, futu. Mos s'ka problem, se dikush më thot edhe unë pesh, po rrudhat më kanë filluar, po s'ka problem. Punë e madhe se fillua rrudha, pjesë e jetës janë. Nuk thua shqyr që kemi rrudha se po rritemi, po plakemi, po shijojmë jetën.
punë e madhe. Duhet punosh pak me veten, në që të pranosh këto versione të reja të vetes. Se dal ndonjëherë para pasqyrës unë kur vë muzikë latine aty dhe bëjmë gati, dhe jam kështu në humor e qeshur. Dal para pasqyrës e shikoj, kush është këtu them, harroj se në shpirt ndiem akoma 18 e gjallë. Pastaj duhet mësoj të qetësoj, ona them ti versioni yt që po plake. Është okay të plakemi, është privilegj të plakemi, mëso me fytyrën tënde me rrudhat me thinjat, pra duhet të flasësh vetes, edhe unë harroj ndonjëherë. Do të flasim vetes her pas here. Faleminderit ju që jeni këtu. Liza thot, Zoti të ruaj se ndihmon shumë njerëz me live-et që në bën Instagram. Faleminderit ju që jeni këtu. Tani e mbyllim. U kënaqëm, folëm pak për atë rolin e viktimës, edhe varësinë, kështu që nxirre veten. E 11 e shikoj Gjeni, e shikoj Miranda. Fokusohet e vetja jote shumë. 2026 ta jetë ti për veten tënde, lëri zhurmat aty jashtë, fokusohet e vetja jote, zhvilloje veten. Nesër në mbrëmje do jemi live manifestimin, të manifestojmë imazhin e vetes që duam, jetën që duam, llogarinë e bankës e shumë gjëra të tjera. Mos mungoni, sidomos ju që keni kureshtje për trajnimin për te limiteve. Jemi aty sepse është një përqindje shumë e madhe e trajnimit për te limiteve të ai seminar. Do njoftoj këtu në Instagram, do jap këtu edhe linkun pa merak. Por çfarë do thoja tjetër për trajnimin për të menaxhuar ranktin, data 18 janar, ditën e diel, dhe data 22 trajnimi për te limiteve njerësor, te numri WhatsApp-it e profilit, nëse doni të regjistroheni. Akoma më e rëndësishme kur ta ruari live-in e dini vetë ju, një okay, një zemër, një shkronjë, diçka çfarë të jetë dhe një shpërndarje te vetja juaj. Dërgojani vetes, po doni shpërndani edhe në story, unë nuk ju ndaloj, po nëse nuk doni ta shpërndani me miqtë tuaj vetes, sepse ka shumë rëndësi komente dhe shpërndarjet, ka ndryshuar algoritmi tani, kështu që se di shpresoj të rikthehen videot e mia dhe të duken si më parë, se pse ndodhi gjithë kjo një herë te unë, nejse. Ja po më shkruan terapistja e vajzës, po më nis çka ka për vajza sot. Kalofshi sa më mirë, një ditë të bekuar, faleminderit që ishit këtu edhe shihemi nesër në mëngjes. Bye. A janë me pagesë pjesëmarrja në trajnim? A e blen me lek shportën me pazarën supermarket? A e blen bukën me lek? Nëse jo më thuaj kush falas se do viti marrë dhe unë aty që të bëjtë trajnimet falas. Bye, shihemi.